Atë natë një ajet u zbriti në Medinë që tundi të gjithë universin. Ajeti më i madh i Kuranit. Brenda atij ajeti ishin sekrete të tilla që edhe djajt dhe gjindet u detyruan t'i pranojnë. Imagjinoni këtë, pas një dere, një bote pafund sekretesh dhe një mbretëri metafizike mistike po ju pret. Ajetul Kursiu është çelësi i asaj dere. Brenda tij janë shenja të lidhura me Ismi Azam, emrin më të madh të Allahut, i cili është fshehur për mijëra vjet. Është një ajet që i ka ndihmuar dietarët të hapin vizionin e tyre shpirtëror dhe të bëjnë udhëtime të thella në botën fizike dhe shpirtërore. Tani do të shihni pse magjistarët e errët, gjindet dhe djajt friksohen nga ajetul Kursiu dhe do të mësoni sekretet e tij. Ajetul Kursiu është ajeti 255 i sures El Bekare dhe ka 9 fjali. Në një hadith autentik, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ky ajet përmban Ismi Azam, emrin më të madh të Allahut. Për shkak të kësaj, disa dietar islam thonë që nëse ajetul Kursiu lexohet 1000 herë për 40 ditë, dyert e sekreteve dhe bota e kuptimit do të hapen. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që Kursiu i Allahut është më i madh se universi, që mendjet tona nuk mund ta kuptojnë. Por kur krahasohet me arshin e Allahut, fronin, Kursiu është si një patkon i vogël në një shkretir të madhe. Ajetul Kursiu përshkruan kursiun e Allahut, fronin e tij, fuqinë e tij, dijen e tij, kontrollin e tij, jetën e tij të qenit përgjithmonë i gjallë dhe forcën e tij të pafund. Ai konsiderohet ajeti më i afërt me Ismi Azam. Ebu Hurejra tregon: i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam më vuri mua përgjegjëse për ruajtjen e sadakave. Hurmat po paksoheshin dhe unë nuk e dija kush po i merrte. Një natë qëndrova të shikoja, pastaj pash një krijesë sa një fëmijë e rritur. I thash selam dhe më ktheu selamin. Pyeta: a je xhin apo njeri? Tha: jam xhin. Thash: më jep dorën tënde. Më dha dorën e tij dhe dora ndjehej si këmba e një qeni dhe qimet ishin si qimet e një qeni. Pyeta: a janë xhinet krijuar kështu? Tha: xhindet e din se nuk ka asnjë më të shëmtuar se unë midis tyre. Pyeta: pse erdhe? Tha: jam në nevojë, jam i varfër, jam në një situatë të vështirë. E besova, i dhash ushqim dhe e lash të shkonte. Premtoi që nuk do të vinte përsëri. Në mëngjes, kur shkova te i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai më pyeti: o Ebu Hurejra, çfarë ndodhi atij që ke kapur natën e kaluar? Kjo do të thotë se profeti tashmë e dinte për ngjarjen. I tregova atij çfarë kishte ndodhur dhe thash se e lash të shkonte. Profeti tha: ai të gënjeu, ai do të kthehet sonte. Natën e dytë gjindi erdhi përsëri, saktësisht siç kishte thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Provoi të vjedh përsëri. E kapa, luti shumë herë dhe bëri betim. E lash të shkonte përsëri. Në mëngjes shkova te profeti, ai tha përsëri: ai të gënjeu, ai do të kthehet. Natën e tretë gjindi erdhi përsëri. Thash: ti po gënjen, nuk do të lë të shkosh. Gjindi kuptoi se nuk kishte zgjedhje, kështu që më tregoi sekretin e tij më të fortë. Tha: nëse më lë të shkosh, do të them diçka që do të sjell dobi të madhe. Thash: më thuaj. Tha: kur shkon në shtrat çdo natë, lexo Allahu la ilaha illahu el hayyul qayyum. Allahu nuk ka zot tjetër përveç tij, i gjallit, i përjetshëm, nga Ayatul Kursi. Nëse e lexon, Allahu do të dërgojë një ëngjëll si mbrojtës që të jetë me ty deri në mëngjes, dhe asnjë shejtan nuk do të afrohet kurrë pranë teje.
Kur Ebu Hurejra ja tregoi këtë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në mëngjes, profeti tha: "Ai të tha të vërtetën, edhe pse zakonisht është gënjeshtar." Ky hadith autentik është një ngjarje shumë interesante që ndodhi me të vërtetë. Për atë që lexon këtë ajet, Allahu dërgon një ëngjëll si mbrojtës dhe ai e mbron personin nga dëmi fizik dhe shpirtëror deri në mëngjes. Gjithashtu, shejtanët nuk mund t'i afrohen këtij personi sepse një mur mbrojtjeje formohet rreth tyre. Çfarë janë kursiu dhe arshi i përmendur në ajet? Kursiu do të thotë karrige ose fron. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e shpjegoi kursiun me një krahasim shumë befasues. Në transmetimin nga Abu Derda, përkthimi i deklaratës është: 7 qiejt krahasuar me kursiun janë si një unazë vogël e hedhur në një shkretëtir të gjerë. Në të njëjtën mënyrë, kursiu vetë është si një unazë vogël në shkretëtir kur krahasohet me arshin e Allahut. Kursiu është aq i madh sa që të gjithë qiejt dhe e gjithë toka janë brenda tij, dhe vetë kursiu ndodhet brenda arshit të Allahut. Le të përpiqemi ta kuptojmë këtë. Dhoma ku po uleni tani, zgjeroje atë, ndërtesa, lagjitja, qyteti, vendi, bota, sistemi diellor, galaktika e rrugës së qumshtit, ka rreth 300.000 miliard yje. Çdo yll është si dielli ynë, disa janë edhe më të mëdhenj. Tani zgjeroje edhe më shumë. Në univers ka rreth 2 trilion galaktika. 2 trilion. A mund ta kuptoj mendja këtë? E gjithë kjo, i gjithë universi, është si një unazë e vogël e humbur në shkretëtir, krahasuar me atë që quhet kursi në ajetul kursi. Dhe ai kursi është përsëri si një unazë e vogël në shkretëtir, krahasuar me arshin e Allahut. Subhanallah. Allahu, fjala e parë. Ky është emri më i madh dhe më i nderuar nga të gjithë emrat. Ai mund të krijojë një atom po aq lehtë sa krijon një galaktik. Ai mund të krijojë një milingon po aq lehtë sa krijon një elefant. Fuqia e tij është e pafund, dituria e tij është e pafund, mëshira e tij është e pafund. Ai vetëm thot: "Bëhu", dhe ajo bëhet. La ilahe illa hu. Nuk ka zot përveç tij. Çfarë na mëson kjo? Ajo hedh poshtë të gjithë zotat e rrem, idhujt, parat, statusin, famën, egon, gjithçka. Do të thotë se i vetmi që është i denjë për adhurim, frikë, dashuri dhe lutje është Allahu. Një person që e kupton këtë nuk friksohet më nga askush, as nga një shef, as nga një armik, as nga asnjë fuqi. Gjithçka që kanë njerëzit është e përkohshme dhe e dhënë nga Allahu. Fuqia e vërtet i përket vetëm Allahut. El Hayyu, i gjallë për gjithmonë. Ai është i gjallë për gjithmonë. Ne jemi të përkohshëm, një ditë do të vdesim, por ai nuk vdes kurrë. Ne nuk ishim asgjë, megjithatë, ai ekzistonte. Ne do të zhdukemi, megjithatë, ai do të ekzistojë ende. El Qayyum, ai që mban gjithçka në këmbë. Ai mban gjithçka në këmbë dhe menaxhon gjithçka. Tani po merrni frym, kush jep atë frym? Allahu. Zemra juaj po rrah, kush e bën atë të rrah? Allahu. Toka po rrotullohet, kush e bën atë të rrotullohet? Allahu. Nëse Allahu do të ndalonte mbajtjen edhe për një sekond, universi do të shembej dhe gjithçka do të shkatërrohej. La tehudhuhu sinatun wala naumun. As gjumi i lehtë dhe as gjumi i thellë nuk mund ta kap atë. Pse përmendet kjo? Sepse ti lodhesh, ti nuk mund të qëndrosh zgjuar pa gjumë. Nëse qëndron zgjuar për 2 ditë, trupi dhe mendja jote shembejnë, por Allahu nuk lodhet kurrë, nuk fle kurrë, nuk bëhet kurrë i përgjumur. Lehu ma fis semawati wa ma fil ardh. Çdo gjë që është në qiell dhe në tokë i përket atij. Ky pemë i përket Allahut, ky trup i përket Allahut, kjo jetë i përket Allahut. Kurdo që dëshiron, ai mund ta marrë mbrapsht. Asgjë nuk të përket me të vërtetë. Ti je vetëm një përkujdesës. Një ditë do t'japësh llogari për të gjitha bekimet që t'janë dhënë. Men dhe ledhi yeshfeu indehu illa bi idhnihi. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai, përveç se me lejen e tij? Kjo do të thotë se askush nuk mund të ndihmojë pa lejen e Allahut. Doktori nuk të shëron, Allahu të shëron. Shefi yt nuk të jep ushqim, Allahu e jep. Prindrit e tu nuk të dhanë jetë, Allahu e bëri. Pra kërko vetëm nga Allahu, lutu vetëm Allahut, friksohu vetëm nga Allahu. Yalemu ma bejne ejdihim wa ma khalfehum.
Ai di çfarë është para tyre dhe çfarë është pas tyre. Ai di çfarë po bën dhe çfarë do të bësh. Ai di çfarë ka në zemrën tënde. Ai di gjithçka që fsheh. Pra nuk thuaj kurrë, askush nuk sheh. Allahu sheh dhe di gjithçka. Kjo fjalë në qendër tregon se 4 fjali para saj dhe 4 fjali pas saj përputhen dhe plotësohen bukur, duke formuar një simetri të bukur. Dhe kush e di këtë harmoni të përsosur? Allahu e di, ai që e bëri atë. Ismi Azam, emri më i madh i Allahut. Mendoni për një sekret, një dritë që hap thellësitë e universit, bën që lutjet tuaja të pranohen dhe i sjell dëshirat tuaja në realitet. Ky sekret është emri më i madh dhe më misterioz i Allahut, Ismi Azam. Ashtu si nata e Kadrit është e fshehur brenda Ramazanit për shkak të rëndësisë së saj, edhe Ismi Azam është i fshehur. Ky sekret është i lidhur me një emër që tund qiejt dhe tokën dhe është i lidhur drejt për drejt me fuqinë e Allahut. Forca e tij është aq e madhe sa mund të ndryshojë jetën e një personi në këtë botë dhe në tjetrën. Ismi Azam është një sekret i madh i pranuar nga dietarët islam dhe shenjtorët. Ky emër njihet si emri më i lartë i Allahut dhe ai mbart brenda tij fuqinë dhe mëshirën e tij hyjnore. Lumturia e një robi në këtë botë dhe në botën tjetër është e fshehur në Marifatullah, njohjen e Allahut, dhe Muhabbatullah, dashurinë për Allahun. Pse njerëzit sot nuk janë të qetë? Sepse u mungon dashuria për Allahun. Ndërsa një person e njeh më shumë Allahun, Marifatullah, dashuria e tij për Allahun rritet, Muhabbatullah. Kur zbulojnë se sa shumë i do Allahu ata, admirimi dhe dashuria e tyre bëhen më të thella. Kështu ndodh Muhabbatullah. Rruga më e mirë për ta njohur Zotin ton në mënyrën më të lartë është duke njohur Ismi Azam. Ky është pika më e lartë e njohjes dhe dashurisë për Allahun. Formula e lumturisë në këtë botë dhe në tjetrën është e fshehur në Ismi Azam dhe dashurinë e Allahut. Dietarët e mëdhenj islam kanë këshilluar Savion: shkruajini Ajetul Kursin në një copë letre ose printojeni nga interneti. Pastaj, vareni këtë letër në derën tuaj ose diku të dukshëm në shtëpinë tuaj. Shikojeni Ajetul Kursin çdo ditë, lexojeni dhe mendoni për kuptimin e tij. Do të shihni që bekimi, paqja dhe qetësia që hyn në shtëpinë tuaj do të jetë plotësisht e ndryshme. Kur dilni nga shtëpia ose udhëtoni, rekomandohet ta lexoni 7 herë në çdo drejtim. Lexojeni pas çdo namazit të detyruar. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush lexon Ajetul Kursin pas çdo namazit të detyruar, asgjë nuk do ta pengojë atë të hyjë në xhenet përveç vdekjes. Para gjumit, lexoni Allahu la ilahe illa huwel hayyul qayyum nga Ajetul Kursi. Allahu do të dërgojë një mbrojtës që të jetë me ju deri në mëngjes dhe asnjë shejtan nuk do t'ju afrohet. Ajetul Kursi mund të lexohet për mbrojtje, pranim të lutjeve, shërim nga çdo sëmundje, mbrojtje nga shejtani dhe të gjitha llojet e të keqes, mbrojtje nga shtypësit dhe armiqt, të shpëtosh nga borxhet, të fitosh ushqim halal, sukses në një çështje të mirë dhe të rëndësishme. Sot shpjeguam Ajetul Kursin, kuptimin e tij, urtësitë dhe sekretet e tij. Allahu na daft të gjithëve ne të gjillimemi në oqeanin e Ajetul Kursit dhe ta lexojmë me kuptim të vërtet. Besoni, nëse lexoni Ajetul Kursin me këtë kuptim në zemrën tuaj, dyert e sekreteve do të hapen ngadalë për ju. Dyert e botës së kuptimit do të hapen. Dyert e paqes do të hapen. Dyert e bekimeve shpirtërore dhe materiale do të hapen. Dhe syri i mbyllur i zemrës suaj do të hapet. Allahu ju ruajt të gjithëve. Jeta është e shkurtër dhe çdo sekondë është e vlefshme. Le t'i mbajmë zemrat tona të gjalla, duke mësuar më shumë për Islamin dhe forcuar besimin ton. Allahu Ekber.